Ai filloi të shfaqej atje pas shtrimit të tij të dytë në spital. Askush nuk e dinte nga vinte. Askush ishte pronari. Por çdo ditë, kur dielli perëndonte në hyrjen e spitalit, ai ishte tashmë atje. Ulur. U ndal. Duke pritur. Ishte një qen i madh, mjaft i ndyr, me lesh të verdhë dhe sy të trishtuar. Ai nuk lehte, nuk rënkonte. Unë thjesht qëndrova aty. Duke parë derën automatike sikur priste që dikush të vraponte jashtë dhe të bërtiste emrin e tij. Në ditën e tretë radhazi, një nga infermieret komentoi, duhet të jetë nga ndonjë pacient. Këto kafshë ndjejnë, apo jo? Dhe ajo kishte të drejtë. Brenda, në dhomën 207, ishte Gabrieli. 9 vjeç, me leuqemi. I dobët, i holl, pa flok. Por me një buzëqeshje që ndriçonte të gjithë dhomën kur flisnin për të, thor. Qeni im më gjeti, mami. E pash në ëndër dje. Ai ishte këtu, duke më pritur. Nëna qau me zë të ulët. Ai nuk kishte guximin të thoshte jo, se qeni kishte humbur prej muajsh. Që nga ajo ditë, Gabrieli duhej të shtrohej në spital për gjithmonë. Sëmundja kishte përparuar me shpejtësi. Brenda 2 muajsh, djali nuk po ecte më siç duhet. Por pamja. Pamja shkëlqente akoma sa herë që vendosnin një fotografi të Thorit pranë tij. Nëse vjen vërtet, a do të më nxjerrësh jashtë? Vetëm për të parë? Nëna pohoi me kokë. Por e dija që nuk mundesha. Gabrieli tashmë mbante një maskë dhe përdorte oksigjen. Doktori tha se çdo herë e ftohtë mund të shkatëronte gjithçka. Por ai vazhdoi të fliste për qenin sikur ta dinte. Sikur ta ndjeje. Dhe jashtë. Ai priste. Thori mbërriti herët dhe u largua vetëm kur u errësua. Unë nuk hëngra. Unë nuk piva. Unë thjesht prita. Vajzat në pritje u përpoqën të siguronin ujë dhe ushqim. Ai e nuhati, por nuk e preku. Roja e sigurisë u përpoq ta tremte, ta hidhte tutje. Shko, qen. Ky nuk është vend për kafshë. Por të nesërmen, ai ishte përsëri atje. Në të njëjtin vend. Me kokën ulur, sytë e ngulur te dera. Sikur të thoshte, e di që është atje. Mëngjesin e ditës së 6, një nga infermieret shkoi në dhomën e Gabrielit me celularin në dorë. Gabriel. Shiko këtë. Ajo e ktheu ekranin dhe tregoi imazhin. Thor. Ulur pikërisht te dera e spitalit duke parë drejt e në kamerë. Djali nuk tha asgjë. Por lotët rrjedhën. Thjerëza. Dhe ai buzëqeshi. Ajo buzëqeshje e shtrembër e dikujt që është i lodhur, por prap e ndjen atë. Të thash. Ai më gjeti. Që nga ajo ditë, të gjithë filluan ta vinin re. Qeni u bë temë bisede. Është qeni i djalit nga viti 207. Ai nuk largohet që andej, qoftë shi apo diell. Por askush nuk e dinte sa më shumë dhemte nga sa tregonte. Sepse koha po kalonte. Dhe trupi i Gabrielit nuk mundi ta duronte më. Thori mbërrinte gjithmonë në të njëjtën kohë, në orën 7 të mëngjesit. Ai u ul pranë derës së spitalit dhe nuk lëvizi. Ai e ngriti kokën vetëm kur dëgjoi një siren, një derë që hapej ose një fëmijë që kalonte pranë. Brenda, Gabrieli tashmë po priste. Edhe pse ishte i dobët, ai këmbëngulit i kërkonte infermieres të hapte perden. Dua të shoh nëse Thori ka mbërritur ende. Ndonjëherë ai as nuk mund ta ngrinte kokën siç duhet, por ngulte këmbë. Nëse nuk do ta shija me sytë e mi, do t'u kërkoja të më tregonin foton. A është aty sot? Ishte. Gjithmonë ishte. Nëna filloi t'i sillte djalit një batanie që mbante erë qeni. Ishte një nga ato mbi të cilat flinte Thori. Kur e vendosën në prerë, sytë e Gabrielit u mbyllën ngadalë. Sikur të ishte shtëpia aty. Ai është afër. E ndjej, tha ai. Mjekët shikuan duke tundur kokën. Ata thanë se ishte psikologjike. Por askush nuk e ndryshoi më rutinën. Thor u bë pjesë e të gjithë kësaj. Recepcionistët filluan të linin tenxhere të vogla me ujë. Një burr i cili shiste kokoshka në sheshin përballë i solli bukë dhe mish. Por Thori hëngri vetëm kur errësoi. Kur isha tashmë i sigurt se Gabrieli nuk do të largohej atë ditë.
është sikur e di, apo jo? Komentoi një infermiere. Ai e di, u përgjigj Gabrieli me zë të ulët. Ai gjithmonë e dinte kur isha i trishtuar. Përpara se të sëmurej, Gabrieli dhe Thori ishin të pandashëm. Ata luanin në oborin e shtëpisë, në pemën e mangos. Thori ishte ende një këlysh i vogël. Gabrieli i mësoi gjithçka, të ulej, të jepte një puth, të shtrihej. Por ajo që Thori mësoi vërtet ishte të ndjente. Ai e dinte kur Gabrieli nuk ishte mirë përpara se ta vinte re nëna e tij. Ai u shtri pranë tij, e futi hundën në krahun e djalit dhe e lëpiu ngadalë. Dhe tani, ai i bëri të gjitha këto me sytë e tij. Jashtë, pa e prekur fare. Në dhomë, Gabrieli filloi të vizatonte. Me atë pak forcë që kishte, ai kërkoi lapsa dhe letër. Unë e vizatova atë dhe Thorin. Duke bërë shaka. Duke vrapuar. Për qafim. Në një nga vizatimet, spitali ishte në sfond. Dhe Thor të dera. Në mbi shkrim, ai shkroi me shkrim dore të shtrembër, ai kur nuk më harroi. Kjo u bë si një mesazh për të gjithë. Infermierët bën një kopje dhe e ngjitën në mur në dhomën e pushimit. Edhe drejtori i spitalit shkoi ta shihte qenin. Kjo kafshë ka një qëllim këtu, tha ai. Nuk do t'i trembim më. Thor u bë pjesë e rutinës. Por për Gabrielin, ai ishte më shumë se kaq. Ishte një kujtim i kohës kur gjithçka ende kishte kuptim. Dhe edhe pa i kuptuar fjalët, Thori e dinte. E dija që po prisja. Për diçka që mund të mos dilte më kur nga ajo derë. Thor ndaloi së ngrëni. Kalova më shumë kohë shtrirë, me kokën në dy sheme, me sytë e humbur. U ngrita vetëm kur dikush hyri në përderë. Por ai nuk e tunte më bishtin. Ai as nuk lehte. Sa po shikova. Nëna e Gabrielit e vuri re e para. Ai është më i qetë, apo jo? I komentoi ai infermieres. Në rregull. Dhe Gabrieli gjithashtu. Djali nuk kërkonte më ta shihte qenin aq shpesh. Nuk vizatova më. Ai as nuk foli shumë. Vazhdoja të shikoja tavanin. Ndonjëherë i mbyllja sytë në mes të bisedës. Ai mori frym thellë. Sikur çdo frymëmarrje të ishte një luftë. Lodhje. Tha mjeku. Por nëna e dinte. Dhe Thori gjithashtu. Atë mëngjes, djali e mbajti fort krahun e nënës së tij dhe tha butësisht, ai është i trishtuar, apo jo? Ai e di. Nëna vetëm pohoi me kokë. Nuk kisha më forcë të gënjeja. Thori filloi të ulërinte një herë në natë. Gjithmonë në të njëjtën kohë, 3 të mëngjesit. Kjo i trembi rojet, të cilët u betuan se e dëgjuan zhurmën nga larg. Një ulërim e dhimbshme. Si mall i përzier me frikë. Një nga ato net, një nga rojet e sigurisë ju afrua. Edhe atje më dhemb, apo jo, shoku? Thori ja preku këmbën me hunë. Pastaj ai shikoi përsëri nga spitali. Nuk i mbylla sytë. Nuk fjeta. Sikur kishte frikë se mos humbiste ndjesinë e kohës. Në spital, infermierja hyri në dhomën e Gabrielit dhe rregulloi intravenozin. Ai ishte i zbeth. Më shumë se zakonisht. Frymëmarrja ishte e shkurtër. Ai mezi lëvizte gjoksin. Nëna e tij e mbante dorën gjatë gjithë kohës. Thor është ende aty? Pyeti Gabrieli me sytë mbyllur. Po, është dashuria ime. Që në moshë të vogël. Ai buzëqeshi pak. Pastaj e ktheu fytyrën anash dhe ra në gjumë. Jashtë, qeni u ngrit. Ai ecte në rraf. Ai nuhati tokën. Pastaj vrapoi te dera dhe i vendosi putrat mbi hekurat. Le. I ullët. Por pa u ndalur. Thor. Bërtiti një recepcioniste. Çfarë ke, djalosh? Roja erdhi duke vrapuar. Ai mendoi se ishte nga të rrez. Por kur ai shikoi në sytë e kafshës, ai ndaloi. Kishte diçka atje. Një dëshpërim i heshtur. Një paralajmërim. Roja e sigurisë vrapoi drejt katit të djalit. Lart, infermierja ishte tashmë pranë shtratit. Monitori bëri një bip ngadalë. Nëna qau. Djali e shtrëngoi çarçafin fort. Ai e di, pëshpëriti Gabrieli me sytë gati duke u mbyllur.
Ai e di që unë po i ki. Infermierja qau pa bërë zë. Roja e sigurisë nuk tha asgjë. Nëna ja shtrëngoi dorën të birit më fort. Dhe jashtë qeni ushtri përsëri. Por tani, me hundën e shtypur në tokë dhe sytë e mbyllur. Si dikush që tashmë i mungon dikush madje edhe para se të thot lam të mirë. Gabrieli nuk i hapi më sytë. Ai qëndroi aty i qetë me frymëmarrje të cekët dhe gjoksin që i ngrihej ngadalë. Nëna nuk u largua kur nga ana e tij. Unë fjeta ulur në karrige duke i mbajtur dorën. Infermieret hynë më qetësisht. Hapat u shndërruan në përshpëritje. Të gjithë e dinin tashmë. Ata thjesht nuk kishin guximin ta thoshin. Jashtë, edhe Thor ka ndryshuar. Ai ndaloi së lëvizuri. Ai as kokën nuk e ngriti më. Unë qëndrova aty duke shikuar portën. Por kishte diçka të çuditshme në shikimin e tij. Sikur ta kishte kuptuar tashmë atë që askush nuk donte ta pranonte. Atë pasdite, ra një shi i lehtë. Era ishte e ftohtë. Dikush u përpoq ta fuste qenin brenda recepcionit vetëm për pak kohë. Por ai nuk donte. Qëndroi jashtë. I lagësht. U ndal. Duke pritur atë që tashmë dhem. Atje, në dhomën 207, mjeku mbërriti përsëri. Ai shikoi pajisjet, kontrolloi sinjalet. Ai e thiri nënën e tij në një cep. Është afër. Ajo nuk qau. Ai thjesht u kthye pranë të birit dhe e shtrëngoi më fort dorën e tij të vogël dhe të ftohtë. Gabrieli lëvizi buzët. I dobët, pothuajse pa zhurmë. Thor. Je ende këtu? Nëna i gëlltiti lotët dhe u përgjigj me një puthje në ball. Po, është dashuria ime. Po të pret. Si gjithmonë. Ai u përpoq të buzëqeshte, por nuk mundi. Ai vetëm ngadalë e ktheu kokën nga dritarja. Xhami ishte i mjegullt, por prap. Ai shikoi dritën jashtë. Sikur e dinte saktësisht se ku ndodhej qeni. Nga ana tjetër e derës, Thor u ngrit për herë të parë atë ditë. Ai bëri 2 hapa. Ai nuhati erën. Dhe pastaj. Ai lëshoi një ulërim të ulët. Larg. I lënduar. Një tingull që ja shpoi gjoksin kujtoi që e dëgjoi. Roja e natës iku me vrap. Diçka i ndodhi djalit. E di. E ndjeva. Dhe ai kishte të drejtë. Brenda, monitori filloi të biponte ndryshe. Frymëmarrja u bë më e lehtë derisa ndaloi. Gabrieli lëshoi një pshërtim. Si dikush që e lë dhimbjen e tij për të pushuar. Nëna e përqafoi trupin pa thënë asgjë. Infermierët qanin në heshtje. Askush nuk foli. E vetmja gjë që dëgjoje ishte zhurma e erës. Dhe ulërima e një qeni jashtë që e dinte. Ai e ndjeu atë para kujtdo tjetër. Si gjithmonë. Në recepcion, njerëzit filluan të dilnin dhe të shikonin nga dritarja. Thori nuk ishte më shtrirë. Unë isha në këmbë. Pronë. Duke parë lart në majë të ndërtesës. Sikur të kishte parë diçka që askush tjetër nuk e kishte parë. Një gjest i fundit. Një vështrim i fundit. Pastaj ushtri ngadalë. Dhe ai nuk lëvizi më atë natë. Zgjimi ishte të nesërmen, shumë herët. Arkivol i bardhë. Shumë i vogël. Lule në maj. Kafshë të mbushura në anë. Dhe një nga vizatimet që kishte bërë Gabrieli, ai dhe Thori duke vrapuar në oborrin e shtëpisë. Nëna mbërriti duke përqafuar gjyshen. Fytyrë e fryrë. Hapa të ngadaltë. Ai nuk tha asgjë. Unë vetëm shikova dyshemen. Pak nga pak, filluan të vinin njerëz. Infermier, mjek, punonjës të spitalit. Edhe ai djali që shiste kokoshka u shfaq me kapelen në dorë dhe sytë e kuq. Por askush nuk u habit kur ai mbërriti. Thor. Ai u shfaqte dera e kishës, njësoj si që ishte shfaqur në spital. Ngadalë. I heshtur. Sikur e dinte saktësisht se ku të shkelte. U ndal për disa sekonda. Pastaj hyri ai. Askush nuk kishte nevojë të telefononte. Askush nuk kishte nevojë të hapte rrugën. Thori ecte midis njerëzve me hundën ulur. Ai u ndal para arkivolit. Ai shikoi.
Qëndroi aty. Heshtja brenda kapelës ishte ndryshe. Njerëzit lëviznin ngadalë. Disa qanin me zë të ulët. Të tjerët as nuk mund të merrnin frymë siç duhet. Dhe Thor u shtri. Atje, pikërisht përpara. Ai mbështeti kokën në dy sheme dhe lëshoi një pshertim. Ai nuk qau. Ai nuk lehte. Por mënyra se si qëndroi aty thoshte më shumë se çdo gjë tjetër. Nëna u gjunjëzua pranë tij. Ai e vendosi dorën mbi leshin, i cili ishte i lagur nga lotët. Ai të donte aq shumë, pëshpëriti ai. Dhe ti e dije, apo jo? E dija që në fillim. Thori tundi bishtin. Ngadalë. Sikur të thoshte, unë jam ende këtu. Koha kaloi. Njerëzit u larguan gradualisht. Luleshitësi i mbylli dritaret. Varmi si thirri. Ishte koha për ta marrë. Por Thor nuk u largua. Ata duhej të prisnin. Prit derisa të ngrihet, hidhi një vështrim të fundit dhe vetëm pastaj largohu ngadalë pa shikuar prapa. Ai nuk donte të shkonte në funeral. Ai qëndroi përpara kapelës, duke u shtrirë, duke pritur që djali të kthehet. Por ai nuk u kthye. Në ditët në vijim, Thor u zhduk. Askush tjetër nuk e pa. As në shesh dhe as në spital. Disa thanë se ai kishte shkuar në shtëpi. Të tjerë menduan se ai ishte shtrirë diku dhe qëndruan atje duke pritur. Siç bënte gjithmonë. Vetëm një gjë mbeti, një pikturë në recepcionin e spitalit. Ishte vizatimi i Gabrielit me Thorin. Më poshtë, fjalia që ai e shkroi me shkrimin e tij dore, me shkronja të shtrembëra, ai kur nuk më harroi. Dhe ishte e vërtetë. Sepse Thor qëndroi deri në fund. Ai e ndjeu atë para kujto tjetër. Dhe ai u largua vetëm kur e kuptoi se djali nuk ndjente më dhimbje.